Po e shohim që forcat të shumta të policisë së Kosovës po qëndrojnë në shkollën Fazli Grajçevci në Shqipël të Mitrovicës së Jugut, gjë që nuk janë parë më herët kaq forca të shtuara të policisë së Kosovës, po ashtu jashtë rrethojave të kësaj shkolle po qëndrojnë edhe zyrtarë të njësisë speciale të policisë së Kosovës, përveç atyre cilët janë brenda objektit, po ashtu edhe brenda oborit të kësaj shkolle. Ndodhemi tani në shkollën Fazli Grajçevci këtu në Mitrovicë të Jugut, ku po zhvillohet edhe raundi i dytë i votimit për balotazh në këtë komunë mes Arjan Tahirit të Partisë Demokratike të Kosovës, e po ashtu në anën tjetër e kemi edhe kandidatin tjetër të Arjan Tahirit, i cili është Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosje. Kujtojmë që në këtë qendër të votimit kanë të drejtë pjesëmarrje mbi 6100 votues deri në orën 11, pra kanë votuar gjithsej 8.80%, apo në numri i votuesve që ka votuar deri në orën 11 ka qenë 542. Po shohim nga salla brenda që ka qytetarë mjaftueshëm të cilët po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, e po ashtu edhe ka fluks të madh të tyre sa i përket të drejtës së votimit. Kujtojmë që në këtë qendër, pra pak më herët ka pasur edhe një incident mes drejtoreshës apo menaxheres së kësaj qendre këtu në Mitrovicë të Jugut, në Shqipël të Mitrovicës së Jugut, e cila nuk i ka lejuar mediat që të marrin pamje brenda objektit, anipse atyre u lejohet dhe janë të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne nuk patëm ndonjë problem të tillë, për arsye se fillimisht u informua drejtoresha apo menaxherja e kësaj qendre që jemi të pranishëm, dhe pastaj na u la edhe hyrja e lirë në këtë objekt. Ne tani do t'ju përcjellim pamjet nga brenda këtij objekti, ku po shohim që ka të moshuar, ka të ri edhe ka të gjithë qytetarët të cilët e shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votë në këtë qendër, e cila është jo e vogël. Të kujtojmë edhe një herë, në këtë qendër kanë të drejtë vote mbi 6100 votues, apo saktësisht 6158, ku deri në orën 11 e kanë shfrytëzuar drejtën e tyre për votë 542, apo 8.80%. Kujtojmë që në këtë qendër të votimit Fazli Grajçevci këtu në Mitrovicë të Jugut, pra janë parë edhe forcat të shtuara të policisë së Kosovës që nuk janë parë më herët në qendrat të votimit këtu në Mitrovicë të Jugut, në garën e cila po zhvillohet mes Arjan Tahirit të PDK-s dhe Faton Pecit të Lëvizjes Vetëvendosje. Shfrytëzu drejtën për votë. Po. Që shkoj procesi, apo me të lashë? Jo, asë në të lashë. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve tash? Po presim mira, po të shohim tani, ta shohim. Na i thirrje për krejt qytetarët sot? Do të votojmë për më të mirën.